Të nderuar teleshikues të emisionit Gjurmët, në emisionin e sotëm do të flasim për sektorin e kulinarisë. Aktualisht në këtë moment e ndodhem në restorantin Iumentis. Ky restorant e çeli aktivitetin e tij në dhjetorin e vitit 2023. Për më shumë le të ndjekim një intervistë ekskluzive që dha për emisionin Gjurmët Levent Neloj, shef i kuzhinës në restorantin Iumentis, i ndodhur në zonën e liçenit artificial në kryeqytet. Faleminderit ty zoti Lorenz Qerda, dhe unë jam shef i kuzhinës i këtij restoranti Iumentis, edhe menaxheri i përgjithshëm. Po. Edhe administratorët tuaj vendosën që këtë intervistë për aktivitetin e restorantit Iumentis ta zhvillojmë pikërisht me juve. Pyetja e parë, Levent, është kur u çel ky restorant? Ky restorant Lorenz është hapur rreth vitit 2023, dhjetori 2023-shit, edhe përgjatë kësaj kohe, domethënë afërsisht po bëjmë gati 2 vjet. Po, kush ishte strategjia e pronarëve të këtyre bizneseve për të qenë të veçantë në tregun e kulinarisë në kryeqytet? Dhe kjo strategji do të përçohet detyrimisht nëpërmjet jush, se jeni shefi kuzhinës. Po. Atëherë domethënë veçoria e kësaj domethënë strategjie ishte pjesa e mishit. Domethënë pjesa e kësaj industrie që dhe neve na përfaqëson Steakhouse, që nga emri vet domethënë që thot mish. Sepse ju keni edhe një frigorifer modern në Tepelene. Ne tani ne kemi fermën tonë praktikisht, domethënë është dhe fermë edhe thertoria, që aty ka kapaciteti domethënë që të rrit viçat, edhe jo vetëm thjesht viçat, po domethënë shumëllojshmërinë e mishit që e përfaqëson. Dhe nga aty u lindi domethënë ideja, mund ta them, edhe veçoria që pse jo ta sjellim edhe te klientët në këtë lloj forme. Duke përzgjedhur restoranti si hapësirë dhe duke pasur disa pika domethënë shitse si dyqan mishi në disa zona të ndryshme të Tiranës. Po, por të veçantë restorantin tuaj në tregtimin e produktit mish, që është baza e restorantit tuaj, është edhe një proces që i thon stazhonimi i mishit për një periudhë të caktuar kohore. Na tregoni pak për këtë proces pune. Pra, pas nesh kemi edhe një frigorifer. Domethënë është frigoriferi dry age që quhet, domethënë ky lloj frigoriferi ka veçori që të bëj pjesën tharëse të mishit dhe lagështirës me një temperaturë konstante, edhe me një lagështirë konstante brenda tij. Kështu që domethënë është veçoria që është i veçantë nga frigoriferët e tjerë. Pra nuk është një frigorifer normal si të tjerë, është i veçantë për këtë proces. Patjetër që jo, se është domethënë është enkas vetëm për këtë lloj procesi që quhet stazhonim, ose tharje mishi domethënë të lëngjeve të tepërta. Po, dhe sa kohë, sa ditë qëndron mishi aty? Atëherë praktikisht Lorenz, mishi duhet të qëndrojë të paktën 25 ditë, 20 deri në 25 ditë që të bëjë maturimin perfekt. Domethënë mund të shkojë edhe 1 muaj, në varësi të teknikës së kuzhinës që unë përzgjedh ta sjell te klienti. Po që është e nevojshme që të qëndrojë 20 deri në 25 ditë. Po, dhe çfarë ndodh mishit që futet në këtë frigorifer? Çfarë ndodh nga ana fizike mishit? Çfarë pëson mishi? Po, nga ana fizike të gjitha lëngjet që ka, domethënë të tepërta, gjakun e tepërt, edhe bëhet pjesa e stazhonimit në një temperaturë prej 3 deri në 4 gradë. Pra kjo ja shton shijen mishit kur e gatuani ju, apo jo? Ky proces. Ky proces domethënë i sjell e para një herë tregon për kujdes dhe i rrit cilësinë dhe vlerat ushqyese. Po, Levent, ju më thatë që jeni në vitin e dytë të çeljes dhe të funksionimit të restorantit Iumentis. Por cilët kanë qenë klientët tuaj që kanë frekuentuar gjatë kësaj periudhe që ju funksiononi në zonën pranë kopshtit zoologjik dhe liçenit artificial të Tiranës? Atëherë ne, Lorenz, kemi patur domethënë një prekje nga klient dhe një gamë e gjerë, po që edhe nga persona domethënë dhe imazhe të botës së njohur, të VIP-ave, domethënë është një përzgjedhje dhe një mix, mund ta them, i klientellës, kështu që nga të gjithë mund ta them. Po nga ana gjeografisë të citojmë pak trevat nga të cilët vinë ata? Po, kryesisht domethënë janë nga pjesa jugore, veriore, është mix. Normalisht Tirana domethënë ka këtë veçori që të prek të gjithën pjesën e klientëve nga të gjithë trevat e Shqipërisë. Po që kemi pasur edhe klientë të huaj, francez, italian, gjerman. Domethënë nga që Shqipëria tani po pritet dhe po kapet nga shumë turistë. Kështu që dhe këta tregojnë një interes të madh edhe vinë dhe vizitojnë restorantin tonë. Po, cila është mënyra që ju keni zbuluar që klientët e kanë gjetur restorantin tuaj? Pra bëni dhe këto promovimet në rrjetet sociale, besoj, po? Po, patjetër domethënë rrjetet sociale janë një promovim shumë i leverdishëm, mund ta them, plus dhe në pjesën e Google-it që sot telefoni dhe teknologjia ka avancuar në një mënyrë shumë të përparuar. Dhe nëpërmjet komenteve, nëpërmjet njerëzve, nëpërmjet familjarëve që kanë ardhur, i kanë vizituar edhe kanë prekur si gjë. Kështu që normalisht duke folur njerëzit
dhe kjo i ka bërë domethënë që të tregojnë kurioz edhe të vinë ta vizitojnë. Por patjetër mund të prekë edhe pjesën e rrjeteve sociale që bën punën e vet. Është shumë e domosdoshme. Shumë e domosdoshme dhe plus dhe review që kanë lënë klientët duke ka ardhur duke provuar restorantin, kanë ngel të kënaqur dhe kanë folur akoma më shumë duke dëgjuar edhe pjesa tjetër. Po, dhe i ka ardhur radha pyetjeve të shijeve, pra të gatimeve që ju bëni. Cilat janë larmia e pjatave që ju servirni për klientelën tuaj? Atëherë, ne, Lorenz, do me thënë, jemi të pjesa, mund të them, pjesën bazë kemi mishin që të përfaqësojmë produktin tonë normalisht, por nuk harrojmë duke prekim dhe të citojmë dhe pjesën tradicionale të moderuar. Do me thënë, prekim edhe një pjesë nga identiteti që ne kemi, dhe po sjellim në një formë tjetër, kështu që kemi një gatim mix, italian dhe tradicional shqiptar. Po, kush janë për shembull, ti citojmë disa nga ato gatime tradicionale shqiptare. Atë tradicionale shqiptare të bëjmë një tavë në kosi që është normalisht ju e keni dëgjuar edhe është nga pjatat më të dëgjuara dhe që na përfaqëson. Në gjithë trevat në trevat e Shqipërisë, po e sjellim domethënë sipas formës dhe mënyrës sonë. Dësa pjata italiane? Pjata italiane normalisht janë pastat, janë perimet, janë këto carpacciot, prosciutat. Domethënë një cikël që ne bëjmë sipas mënyrës sonë, domethënë duke parë mënyrën italiane, po që e sjellim në formën tonë. Po, një tavolinë me 4 persona, nga fillon servirja e pjatave që ju gatuani. Po, ne nisim kryesisht domethënë me bukën tonë dhe një welcome, që janë domethënë nga pjesa jonë. Pastaj fillon me një sallat, me një antipas të ftohtë, kalon një antipas të ngrohtë, edhe pastaj pjesa finale që është pjesa kryesore e pjatës, që është mishi ose një fileto, një pasta në varësi se çfarë klientët zgjedhin. Po, Levent, dhe në vazhdim të intervistës që jemi së bashku, do t'ju lutesha që të kalojmë disa momente edhe në kuzhinën ku ju punoni, ushtroni aktivitetin bashkë me stafin ndihmës, Patjetër. dhe të na tregoni për kamerën e emisionit Gjurmët disa nga këto gatime që ju i keni më tipike për restorantin tuaj. Patjetër, Lorenz, me gjithë kënaqësi, faleminderit, po. Dhe në këto momente do të ndjekim disa gatime që i demonstroj për kamerën e emisionit Gjurmët, shefi i kuzhinës. Levent, atë ndodhemi në brendësi të kuzhinës së restorantit Iumentis, ju jeni shefi i kuzhinës. Na thatë pak më parë që do na demonstroni për kamerat e emisionit Gjurmët disa nga gatimet që ju i servini për klientët tuaj. Më konkretisht më thatë që do ta nisim me një antipast të ftohtë. Kush është konkretisht ky antipast? Po Lorenz, tani ne prekim pjesën e rosto së viçit, që e marrim nga kofsha dhe i kalojmë domethënë një proces që gatuajmë vetë. Po rostovicit është elementi bazë. Po ingredientet tjerë cilat janë? Tani kjo merret, marinohet, domethënë kalon në një proces në zgar, marinohet me krip të trash, rozmarin, timo, kalon për 25 minuta në furrë. Pastaj bëjmë një proces ftoje të shpejtë. Dhe që është gati për shërbim. Po, konkretisht kjo është marinuar. Tani kjo konkretisht është e përfunduar, është për proces servirje. Tani do servish në pjatë. Në pjatë, po. Si nis procedura? Praktikisht jet pak vaj ullirit e pjata. Krip të trash Himalaja, pak piper, dhe pastaj merrem me vendosin e rostos në pjatë. Jepet një farë pamje artistike, apo si një trëndafil, si petale, lulesh? Dhe që të vendoset në një mënyrë harmonike dhe që të ketë sy. Po, dhe pas vendosjes këtyre filetove marinuara? Pastaj, ingredientet që përdorim për këtë është kremi djathët, salsa andaluz, është bukë e thekur, që mund të quajmë, kaperi, edhe disa lule dekori që është spinaq. Po, mund t'i demonstrosh edhe në përgatimin e tyre. Çfarë është kjo që po ja? Kjo është salcë romane. Salcë romane. Pra e vendosen në qendër të pjatës. Në qendër të pjatës, po. Rreth saj shtoj pak vaj jeshil. Pak krem djathi.
Pak piper nga lart. Pak bukë e thekur, po. Bukë e thekur, po. Siç e përmenda pak më parë. Kaperi. Edhe disa gjethe dekori. Dhe në këtë mënyrë, kjo pjatë është gati për të servir, apo? Po. Pak vaj ulliri nga lak. Dhe serviret në këtë lloj. E mund ta tregosh dhe për kamerat tona? Patjetër. Është e përgatitur. Kjo është rosto e viçit. Kjo nga pjatat e para. Kjo është antipaste ftohtë. Domethënë një pjatë mirëseardhje. Po tani ti do të japësh kamarierit tuaj për të servir, apo? Pak më parë na treguat të përgatitje në një antipaste të ftohtë. Po kësaj radhe çdo na tregoni? Tani Lorenzo do të tregoj një nga pastat më të preferuara të restorantit tonë, që është pasta tagliatelle viç tartuf. Po procedoj me teknikën e gatimit. Vaj ulliri. Vaj ulliri. Pak qep në njoh. Kjo është nga pastat që Tani çfarë do jedhësh? Tani do shtoj pjesën e filetos, me fileto viçi. Fileto viçi. Po. Të prera imët Të të prera vogla. në kubike të vogla, jo shumë imët, po në kubike të vogla. Pike të vogla. I ka përdisin pak. Që filetua dhe qepat bashkojnë të dy arshyet bashkë. Një kavardisje të lehtë. Të lehtë, po. I shtoj pak fare gjallë. Pra i shtuat gjallë. Pak fare gjallë që të aromatizoj edhe ti bëj një tip karamelizimi midis qepës edhe filetos. Dhe vazhdon kavardisja. Këto lloj gatime shleven të duan një zjarr të madh, duan zjarr apo nuk duan zjarr të një trajçën të ngatahtë. Praktikisht në skuqe ose në kapërdisje, domethënë do një temperaturë konstante të flakës. Kjo është sekreti. Po. Si produkti të bëhet sa më shpejt dhe sa më mirë që të jeton. Tani shtoj pak fare verë të bardhë. I shtoj pak nga buljoni që ne përdorim, nga kockat e viçit, që nuk e çojmë asgjë domethënë në shpërdorim, se që kalojmë dhe i përdorim buljon e bazë të gatimeve tona. Kjo që ullët, ujë. Tani shtoj buljon ose ujin e pastës. Këtu bëhet gjithë procesi i gatimit të pastës dhe lëshon të gjitha amidonin që pasta ka. Dhe kjo e ndihmon edhe në përgatitjen e salsës, si bëj lidhjen dhe konsistencën që krijon. Tani shtojmë pastën në bolitor. Bëhen në mënyrë tradicionale nga ju këto? Apo? Pastat i marrim domethënë nga të freskëta praktikisht. Kjo mund ta quajmë nga ne. Vaj ulliri, përsëri? Kjo është vaj tartufi, tartufi i vaj bardhë. tartufi. Po. I shtojmë shumë pak vaj tartufi. Krip. Pasta është një gatim i shpejt. Mor një farë vlimi, një farë zjerje, apo? Zjehet praktikisht për disa minuta në bolitor. Dhe pastaj procesin përfundimtar e mbyll në tigan. Që dhe pasta të lidhet bashkë me salsën.
Është nga produktet që preferohet sa më tepër domethënë. Dhe mbas antipastës së ftohtë, kjo quhet një pjatë. Kjo quhet një pjatë e ngrohtë, një pjatë e ty, po. Dhe tashmë është gati për të servirur kur Po, për disa mbaroj sekonda procesin e zjerjes, apo të jo? zjerjes, po. Zjedh për 2 minuta në bolitor tek uji i saj dhe pastaj përfundimin e bën në tigan. Presim ja 2 minuta sa të zjedh pas. Pishtojmë pak fare parmigiano. Parmigiano e ndihmon jep shije dhe i ndihmon edhe në pjesën Edhe të lidhet, të salcës, po. Ndërkohë është bërë gati dhe pjata ku do të hidhet? Po, pjata qëndrojnë gjithmonë e ngrohtë në temperaturën e llampave. Llampat prandaj janë që t'i japin Po, farë që t'i japin temperaturë. nxehtësinë, po. Të ruajnë nxehtësinë në vendit ku shërbehet pjesa e ngrohtë e ushqimit. Tani jemi deri përfundimit. Gati, apo? Po. Thjesht gjëta ka përdisim domethënë për 1 minutë pasi e përfundojmë që salca të lidhet mirë me pastën. Dhe pastaj e vendosim me shërbim. Ja të shohim në këtë proces pune. Pra mbetet vetëm hedhja e gatimit në pjatën, e cila është e ngrohtë nga llampat. Po. Fillon me parmigiano. Tani vendosim skalje parmigiano. Dhe tartufi freska. Dhe është gati për servirje. Atëherë çfarë procedure do kryesh tani? Tani Lorenz mora pjesën e tomahawkut, e cila është stazionuar për rreth 20-25 ditë dhe do iki që të bëjë një proces gatimi në zgar. Ta ndjekim së bashku? Po. Sa procesi do ndodhet tani prerja, Tani do e presim, po. me këtë sharë elektrike apo jo? Elektrike, po. Kjo është një pajisje që do shumë kujdes për pjesën e mishit, është profesionale, por që do kujdesin e dur. Pra është një pjesë e mishit të viçit që është brinjë me sa shoh apo? Kjo po është pjesa e brinjës dhe quhet prerja tomahawk, pjesa e tomahawkut. Edhe ribeye. Dhe marrim një pjesë. Marrim një pjesë nga kjo dhe do e kalojmë në proces gatimi. Çfarë lloj gatimi do quhet ky? Këtë do e kalojmë në grill praktikisht dhe pastaj do e bëjmë domethënë Okej. fillimisht i bëjmë marinimin, vaj,
grip. Është një gatim tradicional shqiptar ky apo? Pjesërisht po, mund ta quaj domethënë një gatim tradicional shqiptar. Pra ky mish pas marinimit do të shkojë në furrë për të pjekur? Po, domethënë përfundimin ne kalojmë gjithmonë në furrë. I bëjmë një pjekje në grill dhe përfundon në furrë. Piper. Normalisht përdorim domethënë dhe erëzat nga zona nga vjen mishi që është trumza dhe rozmarin nga pjesa e tepelenës. Dhe tani hedhim në grill. Ma e lë një pjatë alumini, Alex? Një pjatë alumini për në furrë. Po, dhe një pincet. Ke një pincet atë? Tani kjo Lorenz i bën një gatim shumë të shpejt dhe sjell domethënë në formën që ne duam dhe trajton mishin që ne kemi nevojë ose bërzollën që ne duam në mënyrë shumë të durë. Levente, ndodhemi përsëri së bashku në ambientin kryesor të restorantit tuaj. Ju sapo na demonstruat disa pjata të veçanta që ju i servirni klientëve tuaj, demonstruat për kamerën e emisionit Gjurmët. Pyetja e radhës për ju është në lidhje me kapacitetin që ka restoranti juaj, në lidhje me tavolinat. Atëherë, Lorenz, ne kemi diku te 20-25 tavolina. Kjo i bie praktikisht në 10-95 persona vende ulje në një moment të caktuar. Po, dhe nëse këto persona, 80 klientët tuaj ulen në të njëjtin kohë, ju i keni kapacitetet tuaja për t'i shërbyer të 80-ve me njëherë? Po, ka ndodhur, Lorenz, ka ndodhur, domethënë kemi patur raste që kemi patur restorantin plot dhe kemi dalë domethënë me një sukses. Normalisht që ka pasur çdo tavolinë shërbimin e vet, në kohën e dur dhe në momentin e dur. Cilat janë verat që i shërbeni klientëve tuaj të vendit ose të huaja? Praktikisht domethënë janë diku pjesën më të madhe mbulon verat italiane, që është diku te 80% të verave i kemi nga Italia. Nga cila zonë e Italisë apo nga të gjitha zonat? Nga domethënë prek pa nga të gjitha. Kemi prek edhe kantinat shqiptare, normalisht janë dhe verat shqiptare tek në kantinën tonë të restorantit.
kemi vera gjermane dhe pak vera franceze. Domethënë kemi një lashmëri të verave në restorantin tonë dhe në kantinën që ndodhet praktikisht mbrapa meje, që klientët mund t'i shikojnë në një vizualitet pak më të... Pra janë të ekspozuara të gjitha llojet e verave. Po, juve nuk keni harruar Levent edhe dhomat e privatësisë, kishit 3 dhoma me kapacitete të ndryshme, për familje, për shoqëri. Atëherë ne kemi praktikisht Lorenz 3 dhoma prive që shërbejnë për ditëlindje, për evente private, për mbyllje të një dreke që kanë nevojë për privatësinë e tyre. Kështu që kemi u ofrojmë një shërbim edhe të dhomave prive. Po, dhe mbi të gjitha për të bërë gjithë të punë kolosale që ju keni në restorantit tuaj, duhet një staf i kualifikuar, qoftë në kuzhinë, qoftë edhe në servirje. Po. Cili është ky staf që shërben në restorantin Jumentis? Atëherë Lorenz kemi praktikisht diku te 4-5 kamarierë dhe në pjesën e kuzhinës jemi diku te 8-9 persona. Thjesht pjesë e kuzhinës, domethënë që merren me përgatitjen dhe me shërbimin e ushqimit. Kështu që kemi edhe 2 zonja që merren te pjesa e pjatallarsës. Kështu që bëhemi diku te 16-17 persona. Po, për sa i përket profesionalizmit të stafit tuaj, ju më folët 2 herë që jemi takuar bashkë për të vendosur këtë intervistë që do zhvillojmë së bashku për emisionin Gjurmët, më keni folur që ju ende bëni disa kurse trajnimi ose shkollë për të trajnoheni, aftësoheni çdo ditë për të arritur majat e kuzhinës. Praktikisht Lorenz mua më pëlqen domethënë që çdo ditë njeriu të mësojë dhe të shikojë gjëra të reja, sepse edhe pjesa e kuzhinës vërtet ka krijuar bazat e veta, por çdo ditë në kërkim të diçkaje të re. Normalisht jetë lëvizin, ndryshojnë. Dhe ti, mua domethënë jam tipi personi që më pëlqen të eksploroj çdo ditë. Jo vetëm mbi pjesën e kuzhinës dhe kësaj industrie që jam, po në çdo lloj fushë tjetër. Kështu që më pëlqen domethënë interesimi i përditshëm është një nga karakteristikat që më pëlqen më tepër te. Po kështu edhe stafi juaj apo jo? Patjetër, edhe stafi im. Keni të shkolluar, profilizuar? Stafi domethënë ka mbaruar edhe ka mbaruar shkollën profesionale të kuzhinës, por vazhdon akoma me trajnimet e veta që të kërkojë dhe të zhvillohet akoma më tepër. Po, dhe në fund... Jemi si një grup që kërkojmë gjithmonë të avancojmë gjithmonë më shumë. Nga shumë restorantet të tjera ju dalloni, sepse lëndën e parë, pra mishin, e keni një produkt të firmës tuaj, Jumentis, që e ka qendrën në Tepelen, dhe ka disa dyqane që trajtojnë mishin në Tiranë. Na përshkruani pak llojet e mishrave dhe çfarë avantazhi ju japin juve si shefi kuzhinës në gatim këto lloje mishrash. Atëherë, siç e prekëm dhe në fillim Lorenz, ne kemi fermën tonë që rrit të gjithë pjesën e llojrave të mishrave që kemi dhe duam, por pjesërisht në restorantin tonë domethënë përdorim mishin e viçit, të qingjit, edhe prekim disa pjesë domethënë të kësaj industrie. Çfarë e mira e kësaj gjë është sepse ne kemi produktin të sigurt. E kemi produktin tonë dhe dim domethënë të gjithë gjueshmërinë që produkti ndjek. E rëndësishme është e mishi i viçit që ti të kesh linjën se ça viçi konsumon. Por ajo linjë duhet që të jetë domethënë në një konsistencë të saktuar. Kjo sjell vlerat domethënë dhe cilësinë që ne duam të mishi jon, që nuk ndryshon në rast një herë shumë i mirë, një herë shumë i keq. Pra kemi të njëjtën cilësi. Kemi një cilësi gjatë gjithë kohës dhe kjo na jep na favorizon neve sepse dim që cilësia është e njëjtë dhe teknikën e gatimit thjesht e kemi të njëjtë dhe ndryshojmë sipas shijeve që duam. Ama baza e mishit nuk ndryshon. Po, dhe të qëndrojmë pikërisht tek cilësia e mishrave. Për të përmendur është një rast gjedhi, më konkretisht Black Angus, që hyn në rangun e viçave, mishi të cilit ka vlera të jashtëzakonshme. Besoj që ju ofroni për klientelën tuaj këtë, të cilën e merrni po nga ferma dhe thertoria e Jumentis në Tepelen. Komenti juaj për këtë lloj mishi. Atëherë kjo lloj race viçi Lorenz është një nga viçat mund të mirë, mund ta quajmë, domethënë dhe është një nga llojet e viçave dhe racave më të mira që në tregun botëror, jo vetëm në Shqipëri ose në restorantin ton, ne trajtojmë si produkt. Por nuk e kemi domethënë, e kemi futur dhe kemi përpunuar disa kohë në pjesën e gatimeve tona, por klientela është akoma e pa njohur, domethënë është një produkt i pa njohur dhe nuk e di akoma se si ta trajtoj. Ne trajtojmë në fermën tonë, e kemi në linjat tona të pikave të shitjeve, po akoma domethënë një finale e madhe në pjesën e restorantit. Levent, unë të falenderoj sinqerisht që u bëre pjesë e emisionit Gjurmët, që na rrëfeve me kaq sinqeritet. Shpresoj që edhe në të ardhmen ju, por edhe restoranti Jumentis dhe stafi që punon këtu, të lini gjurmë në kulinarin shqiptare. Faleminderit shumë. Faleminderit ti Lorenz, kjo është domethënë rrugtimi jon që ne duam të sjellim dhe të lëmë gjurmën tonë në këtë lloj industrie. Prandaj dhe për kujdesi dhe rruga që ne ndjekim është domethënë pak më e veçantë se sa tregu që ofron
zona ku jemi dhe vendi ku jemi. Kështu që ne jemi të palosur në këtë lloj rrugtimi dhe urojmë dhe ne që të lëmë gjurmën tonë dhe do ta lëmë me patjetër. Thjesht gradualisht. Faleminderit dhe sukseset më të ardhshme. Faleminderit ti Lorenz. Faleminderit. Mirupafshim. Të nderuar teleshikues, ju ka ardhur fundi minutave të emisionit Gjurmët për ditën e sotme. Ju kujtojmë se kaluam një ditë me stafin dhe shefin e kuzhinës të restorantit Jumentis, që ndodhet pranë liçenit artificial në kryeqytet. Për të gjithë ju që na ndoqët, faleminderit për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në emisionet të tjera.